Ata u njohën brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri në edicionin e dytë dhe që pra asaj dite nuk janë ndarë nga njëri tjetri, po flasin për Luiz Elli dhe Kera Titon. Çifti i njohur janë shumë aktiv në rrjetet sociale. Ditën e djeshme, Dysha ka publikuar një foto gjatë një darke në një nga restorantet e vendit, por ajo që tërhoqi më shumë vëmendje ishte deklarata e papritur e Luizit. Po bëjmë sikur jemi bashkë, u shpreh këngëtari krahas fotos, një frazë që menjëherë ndezi reagime në rrjetet sociale. Por megjithatë deklaratat e tij u kuptua si një shaka me humor, siç e ka zakon Luiz Elli, dhe shumë djegës reaguan me komente. Nga ana tjetër, kjo deklaratë e tij ishte dhe ironike, duke marrë parasysh se shumë portale aludojnë për një ndarje të mundshme mes çiftit, dhe Luiz Elli dita ditës po e vërteton dashurinë e tij që ka për Kiarën. Nga ana tjetër, na duhet t'ju themi se para disa ditësh, Luiz Elli pati një operim në këmbën e tij, që me sa duket ka dalë me sukses.